Agjerimi përfundoi. Pas gati 4 muajve, Prishtina ka arritur të marrë fitore në Albi Superligën e Kosovës në futboll. Prishjen e rekordit të zi kryeqytetasit e bën kundër vendit të fundit në tabelë, Feronikelit 74. Por paraprakisht vendasit ishin në disavantazh. Në minutën e 37 një reagim i dobët në mbrojtjen e Prishtinës u shfrytëzua në formën më të mirë nga Suhejl Muharrem, i cili shënoi për 0-1. Në këtë mënyrë kryeqytetasit e gjetën veten në presionin në të cilin kanë qenë në secilën ndeshje që nga java 15 e kampionatit. Por deri në fund të pjesës së parë mblodhen forcat për të barazuar rezultatin në 1-1. Këtë e bën pas arkimit të Dion Gallapenit, të cilin në gol e konkretizoi Leotrim Kryeziu. Edhe në pjesën e dytë ndonse skuadra e Feronikelit 74 ishte aktive, goditjen e morën në fund të ndeshjes. Ron Raçi realizoi për 2-1 në minutën 92. Pas kësaj fitoreje, Prishtina gjendet në vendin e 4 me 35 pikë, kurse Feronikeli 74 me 14 pikë vijon të qëndrojnë në pozitën e fundit në tabelë. Prishtina në ndeshjen e radhës do të jetë mysafire e Malishevës, kurse Feronikeli 74 do t'i bëj konak liderit dritës. Agjerimi Prishtinës, kryeqytetasit rikthehen tek fitorët.